Të nderuar kolegë artist, të nderuar të ftuar, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë mbrëmje të veçantë përkujtimore kushtuar 15 vjetorit të ndarjes nga jeta të regjisorit të quajtur Thoma Milaj, mjeshtër i madh. Sonde jemi mbledhur jo vetëm për të kujtuar një artist, por për të nderuar edhe një njeri që për më shumë se një çerek shekulli i dha identitet e stradës profesionistit të Sarandës dhe la gjurmë të pashlyeshme në historinë e artit skenik shqiptar. Në drejtimin e tij, trupa jonë artistike u rendit ndër më të mirat e vendit, duke fituar vlerësimin e publikut dhe të kritikës për cilësinë dhe nivelin e saj profesional. Për mua personalisht, kjo mbrëmje ka një domethënie të veçantë. Kam pasur fatin të jem pranë tij për rreth 20 vjet, si aktor, si asistent regjisor dhe si mik i afërt i tij. Në hapat e mi të parë në profesionin e aktorit, ai më qëndroi pranë me dashamirësi, me dha besim, më udhëhoqi me durim dhe më mësoi jo vetëm mjeshtrinë e skenës dhe regjinë për një shfaqje estrade, por edhe etikën e artistit, si dhe respektin e pakushtëzuar për publikun. Familiariteti që kam pasur ndër vite, mbështetja dhe ndihma e vyer që më ka dhënë në rrugtimin tim artistik, i kam dhënë gjithmonë si një borxh mirënjohje. Pikërisht për këtë arsye kam konsideruar një detyrim moral dhe një obligim njerëzor e artistik organizimin e këtij aktiviteti në kuadrin e 15 vjetorit të ndarjes nga jeta, si një shenjë respekti për njeriu dhe mjeshtrin që ndikoi kaq shumë në jetën dhe formimin tim profesional, por edhe të aktorëve të tjerë të trupës. Besoj se artistët e vërtet nuk largohen kurrë. Ata vazhdojnë të jetojnë në veprat që krijuan, në kujtimin e miqve, kolegëve dhe në duar trokitjet që publiku u ruan në zemër. Po, le ta nisim këtë mbrëmje duke ndjekur së bashku një insert filmik të shkurtër, rrugtimin jetësor dhe artistik të mjeshtrit Thoma Milaj, një emër që mbetet pjesë e historisë së artit skenik të Sarandës, por edhe të kulturës shqiptare. Familja e tij i ka rënjët në hyrje të lagjes Palorto. Dera e shtëpisë tani ishte e mbyllur me drynë, sepse ata që e kanë blerë janë emigrantë dhe neve nuk na jepet mundësia të hyjmë në odat gjirokastrite ku ai u rit, të ndjenim erën e mirë të luleve në vazët e shumta që ëma ariste, të dëgjonim tiktakun e orëve të murit me të cilat i ati Stefani, si profesionist i vërtet, punoi një jetë të tërë për t'u rregulluar njerëzve. Pas mbarimit të 7 vjeçares, ulet në bankat e shkollës së mesme. Profesioni i mësuesit kërkonte përkushtim, vizion, por edhe art. Të konkuronte në shkollën e lartë, por aktor. Ai ishte 25 vjeç dhe i dukej vetja pak i madh për të ndryshuar jetën e jetës. Punët e Pelena i kishte lidhur fatin e jetës së tij me një vajzë dropullite nga Vanista, Kasianin. Edhe ajo ishte mësuese. Kasiania e mbështeti dhe sakrifikoi që Thomai të shkonte për konkurim. Pas Tiranës, u ngrit në vitin 1962. Aktorët që themeluan estradën ishin amatorë nga më të dalluar i televizjes teatrore të kohës, si Mufit Braja, Ilo Martiko, Jorgo Nami, Lek Mosi, Liri Sejdo, Koçi Vasi, Gjemile Sheme, Bedri Tahiraj, Kiço Kapetani e të tjerë, që në fillim ai diti të merrte më të mirën nga grupi i aktorëve amator, jo do të ishte e pranishme gjatë gjithë punës së tij krijuese. Shfaqja e parë e tij me estradën profesioniste titulloi Parada e Xhevairëve, që në këtë shfaqje ra në sy krahas gjusë mprehtë humoristike edhe një dukuri që do të bëj lejtmotivi i trupës së Sarandës në vitet e mëpasme, përdorimi i kupletit dhe parodisë muzikore. Kjo fal dy prirjeve thelbësore, kulturës Mundi të vinte tashmë në skenë pjesë më të vështira, për sa i përket interpretimit muzikor, sepse aktorët, këngëtarët dhe instrumentistët ishin të aftë të mbanin mbi supe vënien në skenë të tilla pjesëve. Zgjerimi i larmisë së shfaqjeve e bëri estradën e Sarandës një ndër trupat më të pëlqyera në vend, që dukej në çdo turne që organizohej në rrethet të ndryshme të vendit. Nëse do të kalosh në një kaleidoskop shfaqje të estradës së Sarandës, do të shikosh se ato i ngjajnë një buqete lulesh si Posta Ekspres, Urimit, Fllade pranverore, urdhëronin anjen tonë, në shkallë të Sarandës, buqeta, tingujll dhe ngjyre, u themi ndalë,
janë ndër arritjet më të mira të kësaj. Për që jetojnë gjatë në kujtesën e një qyteti jo sepse patën pushtet, por sepse i dhanë shpirt të tij. Një prej tyre ishte padyshim Thoma Milani, artisti që e shndroi skenën e stradës profesioniste në një vatër të gjallë humori, muzike, elegancë artistike dhe emocionesh njerëzore. Ai nuk ishte thjesht regjisor, ishte ritëm, ishte frymëzim. Ishte ai njeri që dëgjonte muzikën dhe në heshtjen e setit të Sarandës. Në vitin 1989, pas daljes në pension, Thoma Milani u vendos familjarisht në Korfuz, por edhe larg Sarandës, zemra e tij mbeti gjithnjë në qytetin që e deshi, dhe që ai e deshi aq shumë. U nda nga jeta në 5 maj të vitit 2011 në Janin mbas një sëmundje të rëndë. Por ikën e tij, studiusi dhe kritiku i njohur i teatrit, Josip Papagjoni, është shprehur me fjalë që për mua tingëllojnë si poezi. Çdo kohë ka një gjurmë. Estrada profesioniste e Sarandës me Thoma Milani ishte një gjurmë që nuk ka për të shlyer. U nda nga jeta me syt nga vezullimet e qytetit të tij, ndërsa shpirti i tij lundron çdo ditë ujrave Korfuz Sarandë, sa ai shpirtin det e kishte. Dhe vërtet, ai shpirt deti vazhdon ende të mbi skenën e teatrit tonë, mes dritave të zbehta të kujtesës, aty ku dikur publiku qeshte, këndonte dhe duartrokiste me zemër. Të nderuar miq, vlerësimi për artistët është edhe një detyrim qytetar, por edhe institucional. Unë ftoj të përshëndes në këtë mbrëmje nën kryetarin e bashkisë, zonjën Manjola Nikolon. Të nderuar zonja dhe zotrinj, të nderuar miq dhe dashamirës të skenës, jam e nderuar si përfaqësuese e Bashkisë Sarandë dhe plot emocion të jem sot pjesë e këtij aktiviteti, kushtuar një njeriu i cili shkroi me gërma të arta historinë e artit skenik në qytetin e Sarandës. Jemi mbledhur për të nderuar Thoma Milani, njeriun vizionar, regjisorin i cili, përveç se një aktor i suksesshëm, ishte dhe arkitekti i formimit të estradës së qytetit të Sarandës. Ishte regjisori i cili rriti breza dhe i dha këtij qyteti buzëqeshje dhe në ditë të saj të vështira. Me një stil unik, ku teatri gërshetoi me muzikën e tij të dashur, ai e ktheu skenën e Sarandës në një pikë referimi kombëtar. Vepra e tij është një trashëgimi e gjallë që ne kemi detyrim ta ruajmë, ta nderojmë, por dhe ta përcjellim në brezat e rinj. Sot dua të falenderoj organizatorët e këtij aktiviteti. Janë një urë lidhse e brezit të shkuar me brezin e ri. Janë një gur i fortë në themelin e artit të Sarandës. Jemi me fat që kemi mes nesh Gjorgji Vasilin, një emër i përkushtuar drejt artit kulturës së qytetit tonë. Dhe ky aktivitet do doja të ishte një homazh i merituar për punën e palodhur, por dhe një premtim që arti dhe kultura mbeten gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe do të kenë gjithmonë mbështetjen e institucioneve, sigurisht dhe Bashkisë Sarandë. Dhe një herë dua t'ju falenderoj dhe të vazhdojmë këtë aktivitet gjithë bashkë, plot emocione, plot kujtime të bukura, plot mesazhe për të përcjellur për brezin e ri, për kulturën, për të cilat ky qytet mendoj se ka shumë nevojë në ditët e sotme. Ju falenderoj. Thoma Milani e donte muzikën. Ajo nuk ishte vetëm një element i rëndësishëm i një shfaqje të tij dhe shoqëruese e skenës, por pjesë e shpirtit të tij krijues. Për të kujtuar këtë dashuri të veçantë, ju ftojmë të ndiqni një pjesë instrumentale, interpretuar nga instrumentistët Kostaq dhe Genci Xuxhi, Babe Bir, të cilët kanë marrë pjesë në premierat e estradës të vëna në skenë. Kostaqi
para viteve 90 dhe Gendi mbas viteve 90, duke ndarë me të skenën dhe vitet më të bukura të estradës. Pjesa instrumentale titullohet A kanuj ato burime. Faleminderit. Ka njerëz që e njohin një artist nga vepra e tij, por ka nga ata që e kanë njohur jo vetëm veprën, por edhe atë si njeri me temperamentin krijues. Profesor Josif Papagjoni është një prej personaliteteve që ka ndjekur nga afër rrugtimin artistik të Thoma Milajt. E ftoj të ndaj me ne kujtimet dhe vlerësimet e tij. Tashi me limite kemi këtë fjalë se programuesi ka dhe kalendar. Unë do të them vetëm 2-3 gjëra të vogla për Thomajin. Kam pas rastin të shkruaj për të ta nxjerrë dufin tim, qoftë në librin e Vangjelit për estradën profesioniste të Sarandës, qoftë në librin tim memorial kushtuar qytetit tim të lindjes Saranda, dhe portreti i tij gjithnjë në syrin tim, në zemrën tim, ndoshta më mirë me thënë, ka ardhur but dhe s'dyti ka ardhur në mënyrë të hareshme, do ta quaja. Unë isha nxënës i mirë i 10-s me 9, por doja të veja në mjekësi, në letërsi. Më thanë komiteti ekzekutiv, vëllai i dashur, ne kemi nevojë për një kuadër këtu, dorish këtu, dhe më emëruan në estradën e Sarandës. Djali i ri fare 18 vjeç shkova atje, shikoj ca njerëz atje në tavolinë ku Vangjeli i di dhe të tjerët i din, Lek Mosi, Jorgo, Nanua. Pastaj erdhi Theofili me letën.
por edhe Mufid Braja, më duke ishin njerëz të habitshëm në moment, edhe më i habitshëm nga këta që Thoma Milaj, rinte në tavolinën këtu, edhe lexonte tekstin, edhe interpretonte bashkë me ta, përpiqej të frymëzonte, të shtynte, të provokonte. Dhe gjithnjë, duke pas se nuk e kishe fisharmonikën me vete, me që materialet pjesa me madhe qenë skeqet kënduara, muzikore, gjithnjë i binte tavolinës, e fillonte dhe inspironte këta. Pastaj dilim në jashtë, në Tarac, dhe atje duat vinë një metaforë të bukur që tani më erdhi në mendje. Ne aktorët luanim atje në Tarac, herë në vallë, po rolet ishin lindje, ashtu sigur Brinesh, ishte materniteti, dhe gratë dhe shoqet tona lindin aty. Ishin dy lindje paralele, dhe më duket se Thoma Milaj, le ta quajmë me lindjet e tij të shumë fishta mes aktorëve të tij, të cilët ishin pa shkollë. Ishin pa shkollë. Ishin me 8 vjeçare pjesa më e madhe. Erdhi Teofili me një shkollë nade dhe Leda që mori shkollë artistike të kulturës. Edhe mendo tani për një moment, Karafili është këtu se erdhi më vonë, vango vajti këtej, një regjisor që vjen plot pasion, emërohet në Sarand, projekton në kokë që do lojë role teatri dhe duhet merrej me aktor të pashkolluar, por ama të talentuar. Dhe ai u mor me këta aktor dhe ndërtoi më pas, duke ardhur dhe krijues të rinj, aktor të rinj nga shkolla, ndërtoi atë që tha Vangjeli, një shenjë të vërtet të Sarandës dhe për te Sarandës, sidomos me disa premiera, por dhe me ato 3 komeditë e famshme të tij, Flokë të borën në prill, Me plot dëshirë dhe Alarm në postkomandë. 3 vepra që në memorien time dhe në kompetencën time, le ta quaj kështu si analist i teatrit, mbeten vlera jo të Sarandës, po për te saj. Dhe e dyta që mos zgjathem, unë Thomajn e kam brenda vetes në drithërim do ta quaj të tij dhe në pasionin që ai kishte për të luajtur vetë. Se regjizori shkret ai me aktorët po humbet veten, shkrihet me aktorët. Fytyra e tij është pas aktorëve. Po kur del vetë në skenë, ndoshta emocionet e regjizorit janë të jashtëzakonshme, sepse ai përveç se është një profet, është një lider, një profesor i trupës, një udhëheqës, ai duhet ballafaqohet tani drejt për drejt me spektatorin. Dhe Thomaj e kishte me shumë dëshirë të luante në teatr vetë, sepse ai mbaroi atë shkollë dhe nuk ju dha mundësia. Dhe së toku në ndërtuam disa shfaqje, ku ai me të vërtet spikati qysh me rolin e Shahin Milugës tek Mulliri i Kosbardhit, që vun për herë të parë në këtu teatr. Pastaj spikati veçanërisht edhe me një Salcedo quaj në dramën e famshme të Montseratit të Morisit, dhe atje ishte vetvetja, doli një aktor në lëkurën e tij. Ishte brenda vetvetes. Dhe kjo pjesëmarrje e teatrit, them unë, i ka dhënë përveç gëzimit që jepte si regjisor, i ka dhënë dhe gëzimin e madh të krijuesit dhe të aktorit. I prijetshëm qoftë kujtimi i tij, ju që organizuat këtë memorie për artistin ton të shquar, Sarandiot s'qe, po u bë Sarandiot, dhe është vërtet që shpirti i tij lundron Korfuz Sarand, edhe ky njeri që i dha kaq shumë estradës Sarandës, që ishte një tempull, ishte një institucion, i cili sot ka humbur, si gjithandej Shqipërisë, dhe sot ne përjetojmë për fat keq një shkretim kulturor, i cili ndoshta për hir të Zotit, ditë të tjera, vite të tjera, ne mund të rivlerësojmë veten dhe të mund të rindërtojmë nivele artistike të cilat sot ne jemi krenar për to. Faleminderit Thoma Milaj aty ku je, i përjetshëm qoftë dhe i respektuar. Faleminderit Josif. Një pjesë e veçantë e krimtarisë të Thoma Milajt ishte skena muzikore, e tham. Këngët në shfaqjet e tij zinin një vend të rëndësishëm.
dhe sidomos ato me motive popullore të jugut, krijuara nga drejtuesi i muzikës Thoma Gjoni. Për këtë arsye, në këtë mbrëmje nuk mund të mungoj kënga. Ftoj këngëtarin Pullum Zotaj, një nga 4 zërat më të shpikaturat e estradës që ka kënduar pothuajse në të gjitha premierat e vënë në skenë nga Thomaj në vitet e arta të estradës Sarandës. Ai do të interpretojë një këngë të njohur të atyre viteve, kushtuar qytetit tonë. Lunga zonë riviera jonë, sa të leti si qilimi, sarande bukur me jugë, bukurie të letimu. Lunga zonë riviera jonë, sa të leti si qilim, sarande bukur me jugë, bukurie të letim. E ullur në brekë të letit, kjerpëroj lullinja rume, dietaro me limonit, o saranda jo do lule, e ullur në brekë jonit, kjerpëroj lullinja rume, dietaro me limonit, o saranda jo do lule, e o saranda e bukuro, si nuse stoli suro, e o saranda jona, dal pedetit e le ratojnë, e o saranda e bukuro, si nuse stoli suro, e o saranda jona, dal pedetit e le ratojnë. Një nga aftësitë më të shpikatura të Thoma Milajt ishte aftësia për të përzgjedhur materialin letrar që i rezistonte kohës. Ai kërkonte që humorit ishte i mprehtë, aktual dhe me mesazh qytetar. Besonte se humori nuk duhej vetëm të argëtonte, por dhe të godiste dukuritë negative të shoqërisë. Skeçi që do të ndiqni në ekran, titulluar Testi së vërtetës, është një prej atyre materialeve që ai kishte përzgjedhur dhe na i rekomandoi për ta vënë në skenë 2 vjet para se të ndahej nga jeta, duke dëshmuar edhe një herë intuitën e tij artistike dhe kurajën qytetare. Edhe sot ai material mbetet aktual sepse flet për dukuri që vazhdojnë të shqetësojnë shoqërinë tonë, korrupsioni. Një korrupsion që për ditë artikulohet sot në përsheshe. Ju ftoj ta ndiqni. Roboti, pot kamera, e spara. Ajde, urdhë. Aty gjithë. Më falni, zoti qytetar. Jam një gazetari. E dëgjuat? Gjithë kjo zhurmë dhe buj do të përfundoj me një vërnë ujë. Roboti! Në qytet, ai hodhi hapat e para në art qysh në bangat e gjimnazit, duke dëshmuar talentin, pasionin e tij për këngën. Pas viteve 90, ai u bë pjesë e trupës së estradës profesioniste, ku me interpretimin e tij fitoi vlerësimin dhe dashurinë e publikut. Në nderim të kësaj mbrëmje përkujtimore, Sokoli do të na përshëndesë me këngën Pikoj Vesa e Mëngjesit. Mëngjesi, hapi djeli syrin e zjarrt, në përfush të ndjeva zënën, shoqe më bëri emër jo vetëm në rrethin e Sarandës, po bëri emër në gjithë Shqipërinë. Me Falinaku në kanë filluar fillimisht, ai që njëri jashtëzakonisht i apasionuar edhe shumë strikt në zbërthimin e këngëve. Thoma Gjoni mund të them kështu, një njeri shumë këngëllës në punë, Martikon e kisha motorin e shfaqjes, e kishte motorin e shfaqjes, mu fin praje që tip karakteri. Jorgonano që tip charlatani. Pastaj aktore shumë amerike, që mbante një peshë zakonisht madhe, që e Poliseni Hajdi. Ajo prezencën një, humorin shumë elegant, 2, kishte anë muzikore se këndon edhe këndë, bashkë me Masar Tajerin këndon edhe këndë, plot. Edhe duke këndur duhet me Masar Tajerin, plosot dhe një pjesë të kërkesat e të mija. Ajo pastaj që më ka kënaqur më pas në 65 që zbulimi i talentit të Theofil Agjianit. E pa që shikojmë një zot të shkëlqyer. U bë jo njohur që në napat e para u bë njohur. Pastaj ai Theofilin kudo që shkonin e kërkonin edhe deshin e litan. Theofilin një ndasën për kitar, i kisha 2 pikat kulminante, më pas erdhi Violeta Agjiani. Lidhja me Theofilin, edhe duke punuar të dy bashkë punonin në mënyrë shumë këngëllëse në krahas Theofilit si parodist, ja kam ndihmuar shumë se kishte të dhëna shumë Akis Pavo. Unë nëzora se e kapa dhe kje i vogël fare edhe futën në 100 numërat e parë për që kryova këtë në Saran për fëmijë. E ka punuar dhe kanë krijuar tipa shumë
Interesant, ardhe me aktorëve të rinj nga instituti, përfituan edhe këta. Një logor në rollet që kishte që bënte, që shumë këngulës, edhe punonte me shumë dëshirë e me shumë vëmendje për zbërthimin dhe kishte shumë kërkesa. Jo, që në shfaqjen e parë që vumë me plot dëshirë, e mora me që aktori i parë që jeri me shkollë të lartë, ajo që një punë kolosale, kisha 80-90 veta në skem, do që një punë dhe një asistent në vete. Edhe i thash do isha asistent në mua.